Një seancë maraton dhe e mbushur me tensione politike ka shënuar miratimin e projekt ligjit për barazinë gjinore në Kuvendin e Shqipërisë. Pas 12 orësh debat, socialistët arritën ta miratojnë ligjin me 77 vota pro, ndërsa 36 deputetë opozitës votuan kundër. Mbyllet votimi. 77 vota pro, 0 abstenim, 36 kundër. Miratohet projekt ligji në parim. Projekt ligji që ngjalli diskutime të ashpra në sallën plenare synon të garantojë të drejta dhe përgjegjësi të barabarta për gratë dhe burra, duke përfshirë të gjithë diversitetin gjinor dhe duke promovuar pjesëmarrjen e tyre të barabartë në politikë, ekonomi, arsim dhe në jetën shoqërore. Debatet mes palëve shpesh dolën përtej argumentave ligjore. Përplasjet më të forta u regjistruan mes ish-kryeministrit Sali Berisha dhe kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, si dhe deputetit Toni Gogu. Retorika politike u kthye në akuza personale dhe fyerje, duke e bërë këtë seancë një nga më të zhurmshmet e këtij sezoni parlamentar. Familjes shqiptare, si do shkoni ju tek fëmijët tuaj? Keni votuar? Kur t'i çoni ata në kopsht dhe nëse djali do të zgjedh tullumbacën e verdh të marr hormone për të ndryshuar gjinin. Ja, të lutem. A ma dhe fjalën apo jo tani? Si do shkoni ju mor? Si do paraqiti ju tek familjet tuaja? Kur ne kemi patur 1000 probleme, po kemi patur një familje e cila ka qenë buroja më e fuqishme e këtij kombi ndaj çdo të keqe që i ka ardhur. Pavarësisht tensioneve, në fund të ditës Kuvendi gjeti një moment dakordësie me 105 vota pro. Deputetët e opozitës dhe majorancës miratuan së bashku ngritjen e komisionit posaçëm për reformën zgjedhore, një nims që pritet të rishikojë kuadrin ligjor të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Ndërkohë, Kuvendi rrëzoi me shumicë votash kërkesën e Partisë Demokratike për ngritjen e një komisioni hetimor që do të shqyrtojë shkarkimin e presidentit të Republikës Bajram Begaj. Seanca u mbyll në orët e vona të natës, duke lënë pas një ditë gjatë përplasjesh, ku barazia gjinore u shndrua në arenën e radhës së betejës politike mes majorancës dhe opozitës. Sulmi ndaj ambasadorit nuk mbron asnjë vlerë shqiptare. Shoqëria shqiptare është shoqëria e beslidhjes familjare dhe këtë ne respektojmë që të gjithë. Fjalën binar e ngatron me fjalën bipolar, por Zot falë se s'di të thot. Unë jam ky që jam shumë krenar për familjen time, për prindërit e mi, jam shumë krenar për zonën nga vi. Shkoj çdo fundjavë, nuk jam si ti që shkoj me autoblind në Tropoj, ku ke përgjegjësinë e 170 jetëve të humbura atje. Ti përgjigjesh një shpifsi të denaturuar moralisht dhe integritetin e tij njerëzor nuk ja vlen të humbasësh kohë. Por ajo që duhet të them edhe një herë, nuk kam bërë asnjë fyrje ndaj asnjë ambasadori, por kam shprehur mendimet e mia këtu, siç do t'i shpreh haptas në çdo rast. Sot guxojnë të mashtrojnë një komisioner të Bashkimit Evropian, po ashtu Slovena. Është Griselda 2 dhe ju duhet mbani një qendrim këtu, ju ishit këtu, ju e dëgjuat. Nuk jemi kundër gender equity, jemi kundër gender ambiguity.